Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar zhvillimet e fundit në Bashkinë e Tiranës. Gjatë konferencës së të premtes me gazetarët, Berisha u ndal te kjo përplasje, ku theksoi se kryeministri e kishte shkarkuar Erion Veliajn pas shkarkimit që ky i fundit i bëri Anuel Aristanit, por shkresa ishte tërhequr në momentin e fundit. Siguroj për pyetjen se në mënyrë absolute nuk kam asnjë komunikim me te. Se nuk kam asnjë sugjerim për të bëhet pentita apo të mos bëhet pentito. Se jam i bindur që afera për cilën është akuzuar është thjesht 1/4 apo 1/5 atyre që duhet të akuzohej. Por një gjë do them këtu. Si njeri që beson në mënyrën më të palkundur në liritë dhe drejtat e njeriut, unë qëndroj se cili do qoftë, çdo kundërshtari imi apo kush do qoftë ai, meriton trajtimin ligjor në përputhje me kodet dhe kushtetutën e vendit. Çdo devim nga ky është i banditizëm i turpshëm. Tani, marrë unë s'bëj avokatin ti, kur në kurës, s'mund t'a bëj atë, por, për cilin do shqiptar që i dhunohen të drejtat nga sistemi i drejtësisë, se çfarë u bë ky procesi i Erion Velis? Ky bë një proces qeveri bashkimor, zotëri. Ky e nisi, e nisi duke sulmuar prokurorin. Unë e denova sulmën ndaj prokurorit. Aq më tepër kur mora vesh që i ka kërcënuar djalin e tij. Unë prapë denova sepse djali, megjithëse djali i tij, që ta dish, djali i këtij Olsi që qen ka pronesh gjoja, qen ka deputet i më thonë që është deputet i Partisë Socialiste, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në Durrës. Nuk e kam verifikuar, po kështu më thanë paktën am topo. Por unë nuk mund ta pranoj që ti kërstosh fëmijët tjetrit. Nuk mund të pranoj as të përdorish atë gjuhë. Nuk mund të pranoj kur skena si ato të Medelinit në Kolombia të 83-shit. Jo. Të gjitha këto ndodhen para syve tanë. Të gjitha rezultojnë se kur fajson ti mund thosh mund t'i hudhish çdo balt atij që është në pozicion. Po ajo nuk është logjik. Sepse, siç e din ti, ai ishte në qeli. Po policia që varet nga Edi Rama nuk bëri asnjë akt për të mbrojtur gjykatësin dhe spakun në atë proces gjyqësor. Nuk varet nga Erion Veliaj policia. Të them unë që e urdhoi Erioni policin, nuk e them dot unë atë. Edhe nuk do të jemi korrekt me qytetarin, se kemi raport me qytetarin. Të them tani, unë ju kam njoftuar. Unë jam i lirë sepse u kam njoftuar ju këtu për çdo akt. Çfarë donte Ulzi Manja? A është proces me prokuror dhe gjykatës apo me ministra dhe kryeministra, më thuaj pak tutëm? A e ka mohuar Ulzi Manja që i ka shkuar në takim? Nuk e ka mohuar. Çfarë donte Xhevdet Troplini në takim me te? A e ka mohuar Xhevdet Troplini që ka qenë me te? Nuk e ka mohuar. Tani më thuaj ti mua. E mbroj unë atë ku i denonsoj? Jo. Unë mbroj ligjin dhe kushtetutën. Po Erion Veli, që është i sigurt asnjëri unë mbroj ligjin dhe kushtetutën. Se ligji dhe kushtetuta nuk i lejojnë këto. E kanë regjistruar. Mu duk po s'bëri një komunikat zyrtar se ky edhe Skapi përdor ca gazetar spjuj të vet. Edhe dizinformon me ta. Skapi kur unë thash që ka marr autorizim nga gjykata për ta regjistruar, do marrësh autorizim. Edhe mund të marr. Po tha kemi marr, po nuk nxori asnjë dokument dhe nuk nxori as zëdhënësin, po rrjedh tek spion të vetë në media. Po kemi marrë. Mirë, pas kanë marrë. Nuk po them se normal është, gjykata jep atë autorizim.
Ja, lajmi i fundit. Anuela Aristani thot shkarkon nën kryetaren Sara Goxhaj dhe sekretarin e përgjithshëm Alban Dokushi. Urdo, një njeri pa asnjë autoritet, pa asnjë lloj autoriteti nga Këshilli Bashkiak, një njeri i emëruar në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën nga Edi Rama, merr në dorë bashkinë për llogaritë e Edi Ramës. Unë nuk jam dakord për këtë. A mund të bijem dakord që mos respektojmë ligjet? Pra, kërkoj, themun edhe një për ta mbyllur. A mund të pranoj unë që statuset të shkruar nga Enri Fuga, vetëm se Ramzi shpërthel ujrat e zeza në gojë për të sulmuar Sali Berishën e tjerë, s'mund ta pranoj një gjë të tillë. Themi atë që është, ta më thonë. Prandaj çfarë po kërkoj në fund? Unë po kërkoj që avokati i popullit të shkojë dhe të hetojë